Nderuar shikues, jemi rikthyer në studio dhe do të jemi sërish bashkë në këtë hapësirë informative. Situata nga moti i keq vazhdon të jetë problematike në disa zona të vendit, në Fier dhe në Lushnjë. Ka toka bujqësore të përmbytura. Për të mësuar më tepër rreth situatës, do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë nga Fieri me kolegen Laureta Roshi. Laureta, të përshëndes. Përshëndetje kolege, jam këtu në urën e Mifolit, pikërisht mbi Vjoc, të ura e vjetër. Siç e shikoni, niveli ujrave po rritet përsëri, është kjo një alarm që po japin edhe monitoruesit, për shkak se për disa orë Vjoca pati një ritëm më të urët të prurjeve të ujrave, tashmë po i afrohet përsëri pikës kritike, ndërkohë që edhe rreshjet janë të papushim, të çrregullt apo papushim dhe ka një rënje temperaturash. Aktualisht jam këtu në urën e Mifolit përballë kamfshatin Ferras, ku 20 banesa janë me situata të ujit në oborret e tyre, si edhe me toka bujqësore tashmë të përmbytura nga ujrat e Vjocës në zonën e Çervenit dhe Kashishtit. Janë tokat bujqësore midis bregut të Vjocës dhe argjinaturës në Çerven, por Vjoca ka marrë një gjerësi të jashtëzakonshme, do të thoja, ja dhe nëse ju shikoni pamjet, është momenti që është zgjeruar tej mase gjithçka që i takon pikërisht shtratit të Vjocës, ka marrë sipërfaqe toke në të djathtë në zonën e Çervenit dhe në tokat bujqësore të Kashishtit. Kjo situatë problematike që u rikrijua përsëri tani në Vjoc në mesditë me ujrat dhe me shiun që nuk po pushon, është më problematike në zonën e Semanit. Unë isha 30 minuta më parë në Seman në Mbrosarura, aty edhe prurjet e Semanit jo vetëm që janë më të dëndura dhe ka një lartësi në 3.5 metër, që 4 është pika kritike për të dalë, por Semani tashmë ka mbytur tokat bujqësore që i takojnë Belinës dhe Asturkasit në njësinë administrative Libofsh. Asturkasi është afër Bregdetit, Adriatik. Dalja e ujrave të Semanit ka përmbytur toka bujqësore që janë midis bregut Semanit vërtet edhe argjinaturës, por që janë të mbjella me jonç, me grur, dhe natyrisht që është një dëm jashtëzakonshëm pasi bëhet fjalë për mbi 60 hektar toka të përmbytura. Laureta, a ka banesa apo zona që kanë mbetur edhe pa energji elektrike? Në Ferras, këtu ku jam tani, nuk kemi ndërprerje, ka patur një ndërprerje të pompave të ujit, edhe Belina, stacioni i pompave në Belinë është përmbytur nga ujrat e Semanit, gjë që është një problematik për emergjencat. Kemi edhe 20 banesa që janë të rrethuara nga uji. Situata problematike është edhe në Suk të Roskovecit, në Suk dhe Jagodin, ku ujrat e Semanit kanë mbi 24 orë që kanë dalë nga shtrati. Është një situatë problematike, do thosha apokaliptike, përsa i takon një dukurie natyrore që ka qenë pasakon në këto vitet e fundit, pavarësisht se në zonën e Roskovecit kemi një argjinatur të re, edhe ajo argjinatur nuk ka mjaftuar për të përmbajtur ujrat. Madje ato vende ku argjinatura po shfaq dobësi apo çarjet vogla janë duke u mbushur me dhera nga forcat e emergjencës civile. Kemi tani një tjetër stacion të emergjencave civile me forcat e armatosura pikërisht në zonën e Kallnit dhe Belinës për të ardhur në ndihmë të gjitha banesave të cilave po ju afrohet uji. Laureta, në vendin që ti ndodhesh, na përmendë që janë 20 banesa në ujë. A ka patur evakuime apo banorët vazhdojnë të jenë akoma aty? Tu ku jam unë janë bosh, po thuajse të gjitha këto që vurare që janë edhe pse rrugët e ndërmjetëse midis tyre janë shtruar me çakull të ri edhe janë bërë disa ndërhyrje në infrastrukturën rrugore, janë bosh, nuk ka bagti, janë të rrequr të gjitha bagtit nga të gjitha stanet që ishin rreth e qark, edhe pas meje që është pjesa e Novoselës, fshati Fitore dhe Novosela, nuk ka më lëvizje gjithë bregu, që janë shtëpi të braktisura, po e drejtoj kamerën që ju të keni mundësi të shihni edhe këtë pjesën, ja ku është kjo pjesa me shtëpitë e braktisura në të gjithë zonën e Vjocës. Ja ku janë shtëpijat dhe bëhet fjalë për një terren tani që nuk ka më njerëz, ka vetëm monitorues dhe natyrisht që janë forcat e ushtrisë që janë gati për të bërë ndërhyrje në rast se do duhet që të evakuohen më në brendësi banesat. Për momentin kemi energji elektrike, edhe në Novosel kishte energji elektrike, edhe në Ferras. Problematika thash është zhvendosur tek ujrat e Seman, në Belin
kalm dhe as turkas të Libofshës, ndërkohë që po këtu, siç e shihni, po rritet niveli ujrave të Vjotës, është vërtet paksa alarmuese, është natyrisht shirat edhe natyra e dimrit, kemi temperatura 12.5 gradë në këtë momente që flasim bashkë. Pra, kemi edhe një rënje të temperaturave në këtë lagështirë. Laureta, nga emergjenca civile, çfarë njoftimi kemi për orët në vijim? A ka rrezik shtesë për rreshtet e parashikuara? Nuk duket se emergjencat civile do të shpallin panik. Realisht është ajo pjesa që njerëzit e kuptojnë që kur vjen lumi është një rrezik i pamat dhe kur shirat vazhdojnë, edhe kjo ka bërë që njerëzit vetë jenë pranë emergjencave civile, t'i binden gjithë atij sensibilizimi që ka vijuar me tërheqjen e baktive, me zhvendosjen e atyre personave që banonin në shtëpitë afër lumit. Sepse edhe këtu në Vjoc, edhe në zonën e Semanit, zona e Semanit është më problematike sepse shtëpitë janë më afër argjinaturës dhe natyrisht janë më të kërcënuara nga ujrat, duket që Semani është bërë agresiv në prurjet e tij që nga pazitja e dieshme dhe deri sot në mesditë. Siç edhe ju thash, në Belin është stakuar stacioni i pompave sepse është përmbytur nga ujrat e Semanit, edhe këtu në Vjoc prurjet e lumit duket që janë më të shpejta dhe po i afrohen përsëri pikës kritike. E qartë, Laureta, të falenderoj. Faleminderit.